teksa po përgatiteshim për mbledhjen e sotme të Qeverisë së Republikës Kosovës, na erdhi lajmi që kryetari i Qendrës së Lëvizjes vetëvendosje në komunën e Skënderajt, njëherë zgjedhë kandidat për deputet në zgjedhjen e parakohshme parlamentare të 7 qershorit, Hysni Mehani, u sulmua me grushte dhe u godit në kokë me gotë, teksa po pinte kafe me deputetën Arjeta Feza dhe aktivistë të tjerë. Qeveria e Republikës Kosovës e dënon këtë sulm qyqar e të papranueshëm që shpërfaq mendësinë banditeske. Veprimet e tilla nuk na trembin e nuk na shtyen të tërhiqemi nga gara politike në asnjë qytet. Nga kjo mbledhje u bëjmë thirrje institucioneve dhe organeve të rendit e të drejtësisë që me urgjencë të ndërmarrin veprimet e nevojshme ndaj përgjegjësve për këtë sulm.